Mbi 140 nxënës të shkollës fillore Nikola Kareve të fshatit e Nerov të komunës së Krushevës e mbyllën javën me bojkot të mësimit. Prindërit e mbeten në qëndrimin se nuk do të lejojnë fëmijët në shkollë derisa institucionet përkatëse të lejojnë realizimin e punimeve ndërtimore dhe të legalizojnë objektin e ri shkollor që aktualisht po ndërtohet nga vetë banorët e fshatit. Nga ana tjetër, Ministri i Arsimit Vesna Janevska pranoi se për këtë problematik është informuar nga media. Ndërkohë, kujton prindërit se nuk guxojnë të veprojnë kokë më vete kur bëhet fjala për institucion shkollor. Fatkeqësisht më duhet të them se nuk është në rregull kur prindërit marrin iniciativë pa i përfshirë institucionet shtetërore, fillimisht komunën dhe nëse paraqitet nevoja edhe pushtetin qendror. Tashmë kemi një problem serioz, uzurpim të tokës, kemi problem me objektin, kush dhe si i ndërtoi, kush ishte i angazhuar, a janë respektuar standardet sepse bëhet fjalë për shkollë ku mësojnë nxënës. Ministria Janevska tha se përgjegjësi duhet të bartë edhe kreu i komunës së Krushevës, i cili ditë më parë deklaroi se nuk ishte njohuri se kush qëndron mbrapa ndërtimit të këtij objekti shkollor. Unë do t'i mbledh të gjithë informacionet ndërsa kryetari i komunës duhet të jetë në rrjedh për atë se çfarë ndodh në komunën e tij. Informacionet duhet të jenë të rrjedhshme midis popullatës dhe kryetarit të komunës. Prandaj ata e zgjedhin kryetarin e komunës. Nëse më lejon agjenda me shumë kënaqësi do ta vizitoja fshatin. Mirëpo komunikimi me kryetarin e komunës do të nisë menjëherë. Kryetari i Krushevës, Toni Hristovski, tha për alesate se do shqyrtohet e çdo mundësi që objekti i ri shkollor mos të rënohet, por të vihet në shërbim të nxënësve dhe stafit të mësimor. Hristovski kujton se gjeneza e mos e legalizimit të objektit të ri shkollor, që tashmë është në ndërtim, por edhe atij të vjetër, daton shumë vite më parë, pas ndarjes territoriale të vitit 1996. Që nga e hëna, banorët e fshatit në Nerov protestojnë para objektit shkollor, pasi policia ka ndaluar punimet e ndërtimore në objekt dhe sipas banorëve po shqyrtohet vendimi për rënimin e objektit për shkak të mospasjes së lejes për ndërtim nga institucionet. Sipas kryetarit të komunës së Krushevës, Tome Hristovski, rreth 90% e objekteve në fshatrat e kësaj komune janë pa plan urbanistik, përfshirë dhe objektin e vjetër shkollor ku nxënësit aktualisht ndjekin mësimin.